A mund të bëj një lodër miliarder? Përgjigjja është po. Për disa është e lezetshme, disa të tjerë e quajnë të frikshme, por s'ka dyshim që kjo lodër ka çmendur tërë botën. Wang Ning, themeluesi i kompanisë kineze Pop Mart, fitoi $1.6 miliard brenda një dite, vetëm sepse një lodër e vogël u bë virale në gjithë botën. Labubu, me veshët e mëdhenj dhe dhëmbët e vegjël, u kthye në një obsesion global, ku pa në çantat e Rihannës, Lisës nga Blackpink, Dua Lipës edhe shumë yjeve të tjerë. Shitjet shpërthyen, aplikacioni i Pop Mart u bë më i shkarkuari në SBA dhe në disa dyqane pati edhe përleshje mes blerësve. Por sekreti nuk ishte vetëm dizajni, ishte koncepti i famshëm i blind box, të cilën nuk e di cilin lodër po e merr, ndaj njerëzit blejnë e riblejnë derisa ta kompletojnë tërë koleksionin. E gjitha kjo fal një lodre dhe dollashe që u bë simboli kulturës virale dhe biznesit modern.